Vuani nga tiroidet. Këto ushqime nuk duhet I fusni në gojë, ja çfarë ju shkaktojnë. Nëse vuani nga tiroidet, janë disa ushqime që mjekët do t'u rekomandojnë që të mos I konsumoni asnjëherë. Kjo pasi ato mund të prekin të gjitha proceset metabolike në trup. Shqetësimi që provokojnë tiroiden, jo domosdoshmërisht kërkon trajtime mjekësore me ilaçe. Janë edhe disa ushqime që mund të kenë efekte negative dhe duhet I shmangni ato nëse vuani nga shqetësimet e tiroides. Ju duhet të konsumoni një dietë të sasive të minimale së sojës, pasi ky produkt ushqimor pengon absorbimin dhe trajtimin në rast se merrni medikamente. Sheqernat e tepërt gjithashtu shkaktojnë probleme me tiroiden. Përdorimi I kafes në mënyrë të pakontrolluar ndikon negativisht dhe ushqimet e skuqura. Reduktoni konsumin e ushqimeve të skuqura nëse po kuroheni ose po pengoni edhe disbalancën që mund të shkaktojë ndryshim I fortë në tiroide.